وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahu Xhalla Shanuhu, krijuesit të gjithësisë, furnizuesit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Salatet dhe selamet e përzemërta I dërgojnë bulës të gjithë pejgamberëve Muhammedit alayhi salam. Të nderuar imam, të nderuar krijetar dhe kryesi të xhamisë, të nderuar përfaqësues të institucioneve, musafirë dhe gjithë ju që jeni prezent. Ju falenderoj përzemërsisht dhe ju uroj mirëseardhje në manifestimin ton me rastin e kremtimit të 10 vjetorit të xhamisë ton. Allahu Xhalla Shanuhu ju shpërblet për çdo hap që keni bërë. Vëllezër të dashur, pas shumë përpjekje, punë të padjeshme, angazhim të pandërprer, ne sot posedojmë këtë objekt madhështor, që për realizimin e tij ju nuk kursyet pasurinë dhe mundin tuaj. Edhe pse lakat dheu, ju e njohët dhe respektuat urdhën e Allahu Xhalla Shanuhu, po që edhe në këtë vend të thirret ezan, edhe në këtë vend të adhurohet Allahu Xhalla Shanuhu, të ngriten xhami, e cila vepër është vepra më e dashur te krijuesi I gjithësisë, e cila vepër në këtë jetë përfundon me ndërtimin e xhamisë, kurse në botën tjetër të jeni të bindur se me këtë vepër madhështore keni ndërtuar pallatet tuaja në xhenet inshallah. Amin. Të nderuar të pranishëm, nuk është punë madhështore të bësh punë personale, sepse çdo njeri prej neve e bën këtë. Por të bësh punë kolektive, sikur kjo e xhamisë dhe e ngjashme me te, kjo është punë madhështore. Vëllezër të dashur, me këtë vepër ne dëshmojmë se emanetin që kemi pranuar mbi supet tona, me ndërgjegje, seriozitet dhe sinqeritetin më të lartë, do të përpiqemi t'u apërcjellim gjeneratave të ardhshme. Ne sot të gjithë së bashku kredohemi me këtë vepër dhe na takon të flasim për mirësinë që na dhuroi Allahu Xhalla Shanuhu. Se Allahu Xhalla Shanuhu në surën Duha thotë: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." E me të mirat që të dha Zoti yt, trego, folu, udhëzon jetë. Xhamia është pjesë e pandashme e muslimanit. Prandaj realisht xhamit nuk kryen vetëm rolin apo qëllimin e ibadetit që I kushtohet vetëm Allahu Xhalla Shanuhu, por nëpërmjet të xhamive bëhet kultivimi I ngritjes kulturore fetare, kombëtare dhe gjuhësore, dhe ju vetë jeni dëshmitar për këtë, sepse në momentet kur në ish sistemi, në ish Jugosllavi, kur rrezikonte dikush për shkak të gjuhës, atë botë vetëm në për xhami fliteshte, komunikoheshte dhe predikoheshte në gjuhën shqipe. Xhamia gjithashtu është shkollë, por për ne është problem, se shkolla nuk do të thotë se nuk mund të jetë brenda mureve të xhamisë, por shkollë është e gjithë ajo në të cilën përpiqemi të mësojmë diçka. Ne sot së bashku me ju mburemi për këtë vepër madhështore, dhe ku e di, edhe sa të flasim, ne nuk gjejmë fjalë që t'ju falenderojmë për kontributin që datë, por nuk duhet të harrojmë se Allahu Xhalla Shanuhu është ai që di më së miri të vlerësojë dhe të shpërblet. Allahu Xhalla Shanuhu thotë: "Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dhe thuaj, veproni, Allahu Xhalla Shanuhu do të shohë veprën tuaj, edhe I dërguari I tij e besimtarët. Lutsim Allahun fuqiplot
që kjo xhami të jetë vend në të cilin njerëzit do të kultivojnë dhe ngritin vlerat e tyre morale, do të pastrojnë shpirtrat, do të shkojnë dashurinë ndërmjet vetit, dhe do të bashkojnë zemrat dhe mendimet e tyre. Allahu xhalla shanuhu ju shpërblet për çdo kontribut që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni në mirëmbajtjen e këtij objekti, si dhe Allahu xhalla shanuhu ju shpërblet të gjithëve që gjetët kohë të jeni pjesëmarrës në manifestimin tonë. Dashtë Allahu xhalla shanuhu që të festojmë edhe shumë për vjetorë të tjerë kështu së bashku. Wassalamu alaikum.